Qeveria ka dërguar sot në parlament një ligj të ri, përmes të cilit duket se do të ligjërohet asgjësimi i pronave të ushtrisë. Olta Xhaçka është sot në ndërtim nga SPAK për afera me pronat e ushtrisë, por Rama ka vendosur që ta bëjë me ligj konkret shitjen e pronave që ka Ministria e Mbrojtjes. Por për çfarë bëhet fjalë? Qeveria ka dërguar në kuvend projekt ligjin, disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 64/2014 për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit të komandimit të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë të ndryshuar. Ky ligj përveç se forcon kompetencat e Ministrit të Mbrojtjes, ka edhe disa klauzola që ngrej në mjaft pikpyetje. Ligji aktual nuk ka asnjë nen apo pikë që flet për pronat e ushtrisë. Mirë po ligji i ri është qepur në mënyrë që ministri të bëjë çfarë të dojë me pronat. Aty është ushtruar një nen i tërë, sipas të cilit pronat e ushtrisë mund të jepen me qira apo të lidhen marrëveshje me subjekte të tjera që e duan në përdorim. Pronat në përgjegjësi administrimi administrohen nga Ministria e Mbrojtjes ose nga një person tjetër juridik i krijuar sipas formave të parashikuara nga ligji, pranë Ministrisë së Mbrojtjes për këtë qëllim, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Pronat brenda dhe jashtë planit të vendosjes dhe përhapjes mund të jepen për përdorim të dyfisht në interes të Ministrisë së Mbrojtjes, për aq kohë sa nuk cënohen kapacitetet operacionale të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, thekson ligji. Mëtej theksohet se termi i përdorimit të dyfisht nga Ministria e Mbrojtjes nënkupton mundësinë për të administruar pronën shtetërore në përgjegjësi të administrimit të Ministrisë së Mbrojtjes, si në funksion të garantimit të veprimtarisë së forcave të armatosura, ashtu edhe në funksion të zhvillimit dhe rritjes së vlerës ekonomike të saj. Në fund thuhet se kriteret dhe procedurat për dhënien e pronës në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, me qira, enfitaoz, përdorim të dyfisht apo forma të tjera përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.